Jo, po duhet tullet nana sëndilën vend parje, për nusja duhet trinë sëndilën e mrapme. Për çfarë arsye? Nusja duhet tri në sëndilën të parë me burrën e vet. O nana egoiste, o nana perverse. Sepse është qift i ri dhe qift i ri duhet jenë bashk. Nana duhet tri mrapa në sëndile. Pra nana duhet ishte me burrën e vet, ose s'ka burrën e vet, tri vetëm. Kur ka qenë nëse e re, nona trinte sëndile me burrën e vet. Se kështu është jeta. Pse duhet ri nusja mbrapa në sëndile, që ta shvlerësosh nusën, për çfarë arsye? Duhet ta bëj mashullut të gjë, ose pse nona duhet kërkoj që tulet në vend parë, për çfarë arsye? Që tulesh nusët, ju vlerat nusës, që ti thush nusës, shiko se kjo djalim, kjo e kam bon, do ri me mua. Për çfarë arsye duhet ta bëni këtë gjë këtu ju? Për çfarë arsye? Pse mos trishti sëndile mbrapa, ajo është nusja me djalin, tri sëndile vend parë, janë duke komuniku me njëri tjetrin. Pse duhet shkosh ti zesh venin? Po tjetë për kështu, martomi me djalin të ati. Pse le djalin më martu? Mos e marto fare, arri me djalin të atje. Se ju doni me bërë edhe rolin e nënës, edhe rolin e bashkëshortes. Ja fare. Pra unë mendoj që, kur hypen me kin, që ose është nana, nusja dhe djali, nusja duhet të hypin sëndilën vetë parë me djalin. Nona duhet ri mrapa me fëmijët. Ja nona vetë parë, se nona du me marrë venin e nusës me zorë. Nuk e merë dot venin e nusës, pra e shko djalin, gratë shqiptare, duhet ta kuptojnë. Pra e shko sa, djalin tuj e keni lindë, është ri, ka vaj 18 vjeç, ka jetën e vetë dhe martohet, nuk është më i juaji. Është i nusës që e ka marrë për borë, jo më i juaji. Pse duhet ullet nona sëndilet parë, për çfarë arsye? Për çfarë arsye, më thoni mua arsyen? Që zhvlerësoni nusën, që zhvlerësoni njeriu që ju ka dhënë fëmijët, që po rri me ju, që do jetoj me ju deri në vdekje, për çfarë arsye duhet ta zhvlerësoni? Nona ta mbante sëndilën vend parë burri vet? Jo djali. Për çfarë arsye? Pse i bëni njerëzit të ndihen keq? Sepse nona nuk e di venin ku i takon? Nona duhet mbaj venin ku i takon. Pra venin ku i takon. Dhe jo zoni, sepse nona shqiptare kanë tendencë zonë venin e nusës. Nuk e zini dot venin e nusës. Se kjo është burimi konflikteve midis nusës dhe vjerës. Sepse vjera do që të zëri venin e nusës. Nuk e zot dot. Që ose do me zonë venin e nusës, shkoj gru, banë me celebrimin me djalin të në gjegje civile, edhe mos i merrni qatë gratë e botës kot. Besoj se u kuptua.